Korporata investimeve, miliona lek të shpenzuara çdo vit, projekte ambicioze që shpallen njëra pas tjetrës, por në të vërtet shumë prej tyre nuk ekzistojnë. 108 milion lek të reja shpenzime operative për 2024. Korporata investimeve shqiptare u krijua me ligj në vitin 2019 si një instrument i shtetit për të nxitur zhvillimin ekonomik. Ideja ishte e thjeshtë, të përdoren pronat publike, të tërhiqet kapitali privat dhe të ndërtohen projekte strategjike që sjellin zhvillim. Por në vend të projekteve të përfunduara, ajo që bie në sy janë kostot. Në vitin 2021, rreth 90 milion lek për borde dhe këshillim, mbi 70 milion lek për staf. Në vitin 2022, këto shifra rriten ndjeshëm, mbi 200 milion lek për borde, mbi 330 milion lek për personel, ndërkohë që në 2023 dhe në 2024 ky trend vazhdon. Paga që rriten, shpenzime për udhëtime, konsulencë dhe operim. Vetëm për vitin 2024, mbi 650 milion lek për pagat, mbi 180 milion lek për borde, mbi 150 milion lek për konsulencë të jashtme. Këto janë shpenzime që mbulohen nga buxheti i shtetit, nga taksat e qytetarëve. Ndërkohë, numri i punonjësve rritet nga viti në vit, duke reflektuar një strukturë gjithnjë e më të zgjeruar të administratës. Por çfarë ka prodhuar kjo strukturë? Lista e projekteve është e gjatë dhe ambicioze, duke nisur nga kompleksi governativ, biblioteka kombëtare, stadiume në disa qytete, parqe teknologjike dhe qendra sportive, zhvillime urbane dhe turistike. Megjithatë, në shumicën e rasteve projektet nuk e kanë kaluar fazën fillestare. Procesi shpesh ndalet tek përzgjedhja e ideve, pa vijuar në ndërtimin real në terren. Edhe projekte të promovuara si strategjike, si për shembull Durana Tech Park, janë përfshirë në akuza për probleme fiskale, ndërkohë që nuk kanë prodhuar zhvillim konkret. Në strukturën e saj, korporata funksionon me disa nivele vendimarrje: asambleja përgjithshme, këshilli mbikëqyrës, drejtori ekzekutiv, bordi këshillimor, por antarët e këtyre strukturave përfshin figura të lidhura ngushtë me institucionet publike dhe vendimarrjen politike, apo edhe persona në nënhetim nga SPA. Për të kuptuar më mirë se si shpërndahen këto para, ACQJ ka kërkuar zyrtarisht informacion mbi pagat, mbi shpërblimet e drejtuesve apo të bordeve. Për më shumë se 5 muaj, përgjigjet kanë munguar. Miliona janë shpenzuar deri tani. Asnjë projekt nuk është realizuar.